Shkolla Artistike Prengjakova në Shkodër mirëpriti në sallën e koncerteve nxënësit dhe mësuesit e Shkollës së Muzikës dhe Baletit të Ulqinit, të cilët sollën një program të larmishëm me pjesë instrumentale, solistike dhe koreografike, duke krijuar një atmosferë artistike të veçantë. Sipas drejtuesve të dy institucioneve, ky koncert është pjesë e vazhdimësisë së bashkëpunimit mes shkollave artistike të trevave shqiptare dhe më gjerë, një bashkëpunim që synon rritjen e cilësisë arsimore dhe shkëmbimin e eksperiencave mes të rinjve artistë. Është viti i dytë që jena të bashkëpunuar me pjesën shqiptare jashtë kufinit. Vjet kena bërë një bashkëpunim me Shkollën e Muzikës Gjakov, që marrë të njëjtin emrin për Gjakova. Si mjet është aktiviteti i dytë me Shkollën e Muzikës të Ulqinit dhe mendoj që duhet vazhdojnë gjatë ky bashkëpunim dhe shohim si të me vlerë edhe për nxënësit e Ulqinit edhe për nxënësit e Shkollës së Muzikës. Mendoj që këto lloj shkëmbime, këto lloj koncertesh janë gjithmonë frymëzuese, motivuese për nxënësit të paraqiten para një publiku tjetër, të dëgjojnë të tjerë, të mësojnë diçka të re, të krijojnë miqësi të reja, pse jo ndoshta edhe nëse vendosin të vazhdojnë në rrugën e artit, e dinë që ka një shkollë tjetër, njihen më afër me atë se çfarë i pret në këtë rrugë. Ky është koncerti i dytë brenda 2 viteve të fundit që Shkolla 9 vjeçare e Muzikës dhe Baletit e Ulqinit zhvillon në Shkollën Artistike Prengjakova në Shkodër, duke shënuar kështu një forcim të marrëdhënieve kulturore dhe institucionale.